Një aksident me pasojë vdekje ka ndodhur këtë fillim jave në Tiranë. Rreth orës 9:35 minuta tek mbikalimi i Babrus, dy këmbësorë janë përplasur nga një automjet. Lena Stafa dhe Hatije Muça dyshohet se po kalonin trafik ndarsen. Si pasojë e përplasjes, 72 vjeçarja Stafa humbi jetën, ndërsa mbeti e plagosur 66 vjeçarja Muça. Kjo e fundit u transportua me njëherë drejt spitalit të traumës, ku bëhet me dije se është në gjendje stabil jashtë rrezikut për jetën, ndërsa frakturat i ka në këmbë. Policia ka shoqëruar në komisariat drejtuesin e automjetit, 35 vjeçarin Renis Qosja. Për shkak të aksidentit, për rreth 2 orë u krijua trafik i rënduar. Në vendin ku ndodhi ngjarja, në Unazën e Madhe, është ndaluar lëvizja këmbësorëve, ndaj hetuesit po punojnë për sqarimin e rrethanave të aksidentit. Jo në pak raste, qytetarët të zgjedhin rrugën e shkurtër duke shkelur rregullat e qarkullimit rrugor dhe duke u bërë një potencial serioz për aksidente rrugore, duke rrezikuar jo vetëm jetën e tyre, por edhe të drejtuesve të automjeteve. Sipas Instat, këmbësorët janë të dytët për shkakun kryesor të aksidenteve rrugore.